Për çfarë do arsye, si për rreziqet e keqpërdorimit fotove, si për këto problemet e shëndetit mendor. Paraprakisht do është me cek çka mundet me ndiku edhe çfarë efekti munden edhe pasoja me lon këto postimet që neve bojmë për fëmijët. Së pari është cënimi i privatësisë fëmijës. Tjetër, keqpërdorimet e fotografive, neve e dim si mundem u keqpërdor, po të njëjtën kohë edhe bullizime, siç e tha. Por ajo çfarë është shumë e rëndësishme dhe çka është shumë e dëmshme, është se nxit ankthin social, nxit nevojën e madhe për me u aprovu për të tjerëve si pasojë këtyre lajkave, edhe në një formë ka një perceptim, fillon një perceptim negativ ose ju i duhur në ato se çfarë ka rëndësi dhe çfarë është vërtet e vlefshme për individin e çfarë vërtet ka vlerë, duke u marë për bazë këto lajkat ose këto komentet, edhe ajo është një farë, si them, vlerë si përfaqësore, duke ikën nga ato vlerat vërtet si duhet me i pas. Ajo çfarë ju thatë, vërtet, unë mendoj si duhet jemi shumë të kujdesshëm, unë mendoj si fëmijët nuk kanë nevojë për rrjete sociale, nuk kanë nevojë të ekspozohen për shkak të edhe krahasimit social. Njëjtë mundet me zgju kompleksin e inferioritetit, po edhe superioritetit. Prandaj mendoj si kjo po ndikon shumë në kategorizimin social. Prandaj, unë personalisht kam porosi për prindit që t'jenë shumë të kujdesshëm edhe sukseset e fëmijëve t'i gëzojnë në shtëpitë e tyre, të ndihen ata krenar, nuk është se është aq e nevojshme të ekspozohen si veshjet, si mënyra se si luan fëmija, ose edhe sukseset në rrjetet sociale. A ka ndryshu prej nëse bojmë një farë krahasimi mes viteve paraprake dhe tash, unë e mbaj mend që në gjeneratën tem ka pas një numër shumë të madh të moshatarëve të mi që e kanë pas për mdokut një farë presioni për prindve me dalë me një librez. Po prandaj po them, kjo është antisocial. Edhe për këtë arsye, kjo zhvillon kompleksin e inferioritetit edhe nevojën e madhe për të pëlqyer nga të tjerë. Ato llojka duken shumë të thjeshta, po ato ndikojnë edhe te moshat të rritura, mos të diskutojmë fëmijën. Prandaj, mendoj si ka efekte negative dhe mendoj si tani vërtet kanë fillu me u vedisu prindrit që nuk është forma më e mira të postohen fëmijët, se cili neve i duam fëmijët edhe fëmija jonë është më i miri për krejtëve, kështu që nuk ka nevojë që të tjerët neve t'i ekspozojmë për çfarë do arsye, si për rreziqet e keqpërdorimit fotove, si për këto problemet e shëndetit mendor që nesër mundem me ndiku, edhe mundem me ndiku në formimin e personalitetit të tyre. Prandaj mendoj për këtë arsye dhe ceka paraprakisht ka ndiku në jetën tonë si përfaqësore. Kështu që mos t'i mësojmë fëmin me qenë shumë, me u kushtu shumë rëndësi atyre jetës si përfaqësore, pamjes, veshjes, notave, sa është e rëndësishme të posedojnë vlerat të cilat janë mirësia, edukata, pastaj mbështetja për njëri tjetrin, empatia.